Marrëveshja për njojën e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë ka kaluar fazën më të rëndësishme atë politike me miratimin në të dy parlamentet. Tashmë hapat që do të ndiqen janë ato procedural për ta bërë këtë marrëveshje të zbatueshme përpara verës. Tashmë duhet vetëm në procedura le të themi burokratike, që është kalimi nga Senati në firmosja e ligjit nga presidenti i Republikës Italisë, pastaj janë shkrimit dhe nota diplomatike me disë ministeriet të jashtme respektive. Dhe koha e nevojshme që është para që kërkohet për tyre nga momenti i njoftimit me letër me notë diplomatike, koha e hyrjes në fuqi të marrëveshjes është diku tek 1 muaj, mos gaboj. Ju ne besojmë shumë shpejt punë muajsh do fillojë zbatimi real i marrëveshjes. Drejtori ISSH Astrid Hado shpjegon se duke u bazuar në interesin e madh për këtë marrëveshje, janë identifikuar dy kategoritë e para që do të përfitojnë. Pasha e parë që do të ndikohet me njëherë nga marrëveshja ata të cilët janë gati duke dalë në pension ose kanë dalë në pension. Kanë dalë në pension dhe nuk kanë pasur as 15 vjet në Shqipëri as 20 vjet në Itali. Të dytë janë ata të cilët mund të kenë dalë në pension në Shqipëri, mund të jenë 66 afër 67 vjet, por nuk kanë dalë akoma në Itali sepse nuk kanë pasur 20 vjet të nevojshme, ose nuk kanë pasur 40 vjet sa të në Itali. Qëllimi kryesor i marrëveshjes është të sigurohet që çdo kontribut i paguar për sigurimin në të dyja vendet të mos humbas. Do ta kuptojnë njerëzit që nëse ke 10 vjet në Shqipëri dhe 10 vjet në Itali, bashkohen këto dhe bëjnë 20 vjet. Dhe me 20 vjet ti plotson kushtin dhe në Itali 20 vjet dhe në Shqipëri 15 vjet. Por kjo nuk do të thotë që këto të 20 vjet do llogariten edhe për pension në Itali, edhe për pension në Shqipëri. Jo. Se cili berë varet për kam të veta kemi shpejt vjetën edhe popullore. Që do të thotë se cili shtet do të paguaj pension bazuar vetëm në ato vite kontributive që e Shqipëri. Sipas marrëveshjes së dy shteteve, përfitues do të jenë mbi 500.000 emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Itali, si dhe ata italianë që punojnë në Shqipëri.